Dashi përballet me tensione të lehta që kërkojnë kontroll të emocioneve dhe një qasje më të matur në komunikim. Demi mund të hasë mundësi financiare apo zhvillim profesional që kërkon vëmendje dhe analizë të kujdesshme. Binjakët përjetojnë rritje të ndërveprimit social duke u bërë më aktiv në kontakte dhe biseda të ndryshme. Kaforia e vendos fokusin te familja dhe marrëdhëniet emocionale duke kërkuar mbështetje dhe siguri. Luani I forcon vetbesimin personal dhe ndjen më shumë siguri në veprimet e tij. Virgjëresha arrin një nivel të lartë organizimi dhe efikasiteti në detyrat e përditshme. Peshorja ndjen nevojën për të harmonizuar marrëdhëniet dhe për të shmangur konfliktet e panevojshme. Akrepi zbulon informacion të rëndësishëm që ndikon në mënyrën e tij të perceptimit të situatave. Shqetari duhet të ketë kujdes të shtuar në menaxhimin financiar dhe shpenzimet. Briciapi përjeton një intensifikim të detyrave profesionale që kërkojnë fokus të plot. Ujori hyn në bashkëpunime të reja që mund të jenë të vlefshme për të ardhmen. Peshqit aktivizojnë kreativitetin dhe imagjinatën në mënyrë më të thellë se zakonisht.